Italianët krenohen me tagliatellen e tyre, por ne kemi një produkt, po aq unik, që deri më sot është përgatitur brenda dyerve të shtëpive, nga sot e tutje është kthyer në biznes. Dhe jo vetëm kaq, por është markuar dhe në logon Terra, për qenë pjesë e çdo familjeje shqiptare. Bëhet fjalë për jufkat e Dibrës, që gratë dibrane din t'i gatuajnë aq mirë. Dhe ne do të bëjmë një udhtim pikërisht atje, për të njohur me këtë histori. Familje në Dibër që nuk i gatuan jufkat, po të trokas, është në çdo shtëpi dibrane, nënat dhe gjyshet kanë në për dollape, madje dollape dhe me çelës, jufka që rrymë për sezonin e dimrit. Gema mund të merrte jufka kudo në për Dibër, por ka zgjedhur një familje e cila këtë tradit e ka kthyer edhe në një mini punishte shumë interesante, ku prodhon jufka sipas traditës së vjetër, që do të thotë vetëm me ves fshati, qumësh dhe miell të bluar në mulli. Kjo është familja Zebi. Jufkat më të mira, Dibra. Me gjithë Zebi, gjithë jetën e tij ka prodhuar bukë. E njihet si mjeshtër i Brumit. Para 5 vitesh, ky bukpjekës vendosi të tregtoj edhe jufka. Kërkesa e shumt e shtyu të merrte një makineri me korrent për prodhimin e shpejtë të këtij produkti. Për 30 minuta, kjo makineri është në gjendje të prodhojë 10 kg jufka. Një gruaje dibrane për këtë sasi do t'i duhej një ditë e tërë. Gjithë bëjnë jufka, por mvaret se si e bëjnë. Familja ime e ka tradit jufkën. Dhe unë nga që punosha gjithmonë me brumra, vendosa që brumin ta kthejnë jufkë. Gjithë zonat me fjalë Kuks, Burrel, Tiranë, ka shku jufka ime. Por jufkën dibrane nuk mund ta bëjë kushdo. Po pse? Për arsye, është mielli, është qumshti, është veza. Edhe nëse e di recetën e jufkave, nuk është e sigurt se mund ta realizosh. Sekreti i grave dibrane është të kuptuarit të brumit. Sa konsistent duhet të jetë, sa miell duhet të hidhet për të gjetur të mesmen e artë. Një grua dibrane nuk ka nevojë të prodhojë jufka duke matur masën e qumshit apo të miellit. Ajo gjithçka e kupton me sy. Një jufkë mirë është kur ajo del e shkrifët.
Jufkat në vetvete simbolizojnë karakteristikat kryesore të dibranëve, që janë bujaria, pastërtia dhe familja. Janë përbërësit që e tregojnë këtë gjë. Jufkat kanë në përbërje mielin, që simbolizon bujarin e dibranëve, vezën, që simbolizon familjen unike të tyre, si dhe qumshtin, simboli i pastërtisë dhe begatisë. Kur gratë dibrane bëjnë jufka në shtëpi, ato konkurojnë me njëra tjetrën, se kush i pret më holl. Famën si mjeshtre të jufkave e merr vetëm ajo grua, që ditë të pres brumin sa më holl. Tashmë kjo makineri e ka lehtësuar këtë mund. Prerja bëhet automatike dhe njëtrajtshme. Kur bëheshin jufkat në familjet dibrane, ishte dhe dita që gratë dhe vajzat mblidheshin me njëra tjetrën rreth sofrës, fillonin gatimin e jufkave, bënin bisedat e tyre të përditshme, ndërsa sot vendet e mbledhjeve janë punishtet e vogla, siç është edhe punishtja e familjes Zebi. Po ku është ndryshimi i bërjes së jufkave në shtëpi dhe i jufkave në punishte? Procedura është pothuajse e njëjtë, vetëm se me një ndryshim, këtu jufkat bëhen më shpejt, apo jo? Jufka bëhet më shpejt. Jufka bëhet më e pastër. Jufka bëhet më cilësore. Pra më përpara, e zinin brumin me dorë? E zinin me dorë. Që shkonin i qerekore? Çdo gjë ishte me dorë. Po, edhe prerja ishte me dorë. Edhe prerja me dorë. Tani ti ke vënë këtë makineri këtu. Janë makineria e vitit 2019, makineri moderne. Me një buton. Me një buton. Kjo makineri ka 2 proceste. Një proces prodhon brumin, procesi tjetër nxjerr jufkën. Jufkat më pas vihen në sita druri për t'u tharë. Tharja bëhet natyrale. Gjithsesi, një tharje paraprake ja bën edhe ventilimi i makinerisë. Freskusja është një nga gjonat që i duhet çdo fabrike, për arsye se kjo 50% lagështinë jufkës e merr freskusja direkt. Mund ta shikoni, këtu është jufka e nxehtë, kurse këtu është për ta zi. Tani, jufkën më përpara ju e thanit në borre të shtëpiave, në përdhomat e shtëpiave. Po, është shumë e vërtet. U thate në për borre, u thate në për shtëpia, u thate në për divane. Kurse tash teknologjia dën sa më shumë pastërti dhe thatë në dhomët e vetë. Ju keni një dhomë të posaçme, me çfarë temperature? Apo s'të thatë dhoma vetëm për jufka, për të tha jufka mënyrë të pastër dhe të rregullt, që kur dale konsumatori të ndjejë diçka dhe të shijë diçka. Risia që kanë sjellë punishtet është prodhimi i shpejt i jufkave, natyrisht edhe me cilësi dhe pastërti, pasi duhet thënë që 10 vitet e fundit jufkat po zën një vend shumë të rëndësishëm në tregjet e qyteteve. Çdo dibran në familjen e tij bën mbi 50 kg jufka çdo vit. Që i ka aty rezervë. Për dimrin. Edhe tani që ka punishte. Edhe tani që ka punishte, punishtja janë vers, punon më shumë me familjet dibrane. Shijen e veçantë këtij produkti i jep jo vetëm veza dhe qumshti, por edhe mielli i bluar në mulli. Familja Zebi ka edhe mullirin e tyre në dalje të qytetit të Peshkopis, një rrugë që lidh disa fshatra. Mulliri i familjes Zebi është një nga 15 mullind që ende funksionojnë në Dibër. Po duke pas parasysh që kjo rrugë lidh gjithë zonën, edhe janë shumë fshatra, thash do të ketë rezultate. Edhe kështu nisëm nga pak, edhe kështu që puna ka ardhur, pothuajse punojmë 12 muajt e vitit. Ku ndryshojnë jufkat e bëra me miell të blerë
dhe jufkat e bëra me mielin që bluan ti. Me miell të grurit që bluhet tuke mullini jon, me gur, forma tradicionale janë më të lezetshme, në base u vjen era, kanë aromën e miellit, se nuk bluhet në 20 mulli, nuk sitet 20 herë, ki sitet një herë. Tradicionalisht, jufka e dibrës është bërë me miell të bardhë dhe ka ngjyrë të verdhë për shkak të sasisë së vezëve. Por, Gema Kompani, për herë të parë, krijoi bashkë me familjen Zepi një lloj jufke tjetër, jufkë integrale, për të gjithë ata që vuajnë nga diabeti dhe që duan të dobësohen. Është jufka që ju shikoni, e cila natyrisht ka qumshin dhe vezët, sikurse jufka tradicionale e dibrës, por ndryshimi është mielli. Miell i bluar që nuk i është hequr himja. Nuk e imagjinoni do se çfarë arome të mirë kanë jufkat integrale. Është aroma e miellit me hime, përzier me aromën e vezës, së qumshit të fshatit. Kjo është risia e Dibranëve. Gema është një kompani që ka nxjerr jufkën e para, jufkën integrale, sepse në Dibër nuk është bërë jufka integrale. Po, është e vërtet. Kur të tha Gema dua këtë jufkë integrale, si e pritet? Unë jufkën integrale e kam bë para 4 vitesh, në moment që unë e hapa fabrikën, e pa ta provu jufkën integrale, më pa dalë shumë e mirë, dhe ju përgjigja direkt, po, unë jam gati ta prodhoj jufkën integrale. E prodhova dorën e parë, ata e bën testin, jufka doli super e mirë, dhe vazhdoj shitja. Është jufka që kërkohet në treg. Jufka e dietës. Jufka dietik. Sot njerëzit luftojnë për të marrë dieta. Po më përpara pse njerëzit nuk shnoshin kur hanin këtë? Po nuk shnoshin atëherë se i hashin me pakicë. Si me pakicë? Nuk kishin shumë. Nuk kishin shumë. Pse jufka ka qenë konsideruar ushqim luksi në Dibër? Sigurisht. Jufka ishte kur të vinte ai mik special. Nuk ishte ushqim i përditshëm. Absolutisht jo. Pra ishte pjata kryesore në Dibër. Pjata Regjina, ti si një vajzë e Dibrës së madhe, të kishte shkuar mendja ndonjëherë që do të përfaqësoje jufkën? Po Alma, me thënë të drejtën jo. Dhe kur kemi qenë duke diskutuar me Maksin pjesën e jufkës, dhe aty u bë lidhja, dhe aty filluam kërkime, dhe aty tham po mirë në Dibër, kush? Që të jetë jufkë origjinale dibrane. Jufka jon Tera, që prodhohet në Dibër, është 100% natyrale dhe dibrane. Pra ka vetëm vezë fshati, qumë fshati dhe mielin e fshatit. Dhe të treja këto janë nga Dibra. Të treja këto janë nga Dibra. Dhe nuk lejohet të jetë asnjë gjë tjetër jashtë Dibrës, sepse ato e përbëjnë realisht produktin final që ne duam edhe çojmë me shumë dashuri në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Oda Dibrane është vendi ku njerëzit këmbejnë mendime, këndojnë apo bëjnë humor. Simbolika e një pjate me jufka
është mbledhja e njerëzve të dashur përreth sofrës. Ky produkt merr vlerë edhe për mënyrën se si gatuhet. Receta e grave Dibrane ka 2 përbërës që japin shije krejt të veçantë, qepën dhe lisnën. Nga mali i Varoshit kundrohen 2 dibrat. Kufiri i ndan në mes, por tradita është e njëjtë. Simbolika e mrekullueshme e 2 dibrave janë gratë Dibrane, të shquara për gatimet tradicionale. Njëra prej tyre është jufka. Jufkat përgatiten dhe serviren në familjen Dibrane sipas një rituali. Ditën që familja vendos të bëjë jufkat, duheshin me patjetër që të thirreshin bijat e shtëpisë. Të gjithë përqëndroheshin tek luga e parë që do të mbushej me jufka. Nëse jufkat derdheshin lirshëm, tregonte se ato do të derdheshin për gjatë gjithë vitit, por jo vetëm kaq. Një detaj i tillë vërtetonte se jufkat ishin gatuar mrekullisht. Tradicionalisht, pjata e jufkave ishte pjata e mikut në familjet Dibrane. Përpara viteve 90, askujt nuk i shkonte në mendje në Dibër se kjo pjatë do priste dhe do përcillte e shumë të tjerë që do hynin në gjithë zonën e Dibrës, përfshirë turistë të huaj apo vendas. Por realiteti tregoi se kjo pjatë u bë më e kërkuara në restorantet e para që u hapën këtu. Dhe njëri prej tyre ishte restoranti me emrin e të zotit Veri. E futëm se është zona e Dibrës kjo, edhe i kërkoj. Futëm jufkat me gjithë pull. Kam vure që jufkën e kërkojnë edhe në oraret e para të mëngjesit, për shembull. Po tjetër. Sidomos Dibranët, ë. Ata kemi pjatë parë. Edhe mëngjes. Edhe mëngjes e kemi. Si ka mundësojnë Verë që ti ke bërë këtë hotel dhe ke lënë një kat me një odë tipike Dibrane. Kishim qef për të ardhur masak njerëzit tonë për t'i respektu. Për të traditën. E ke vu dhe këtë sofrën këtu, vetëm me ndryshim. Se burrat më përpara rishin në tokë, tul. Tani u ke vu nga i stol, pse u ke vu, apo janë shnor shumë kohë të funit edhe nuk rrin dot. Maj mend një rast që kisha ca shok të mi të kolegë punës nga Tirana. Jo, dhe mund të shëndaj pul me jufka, qa është kjo, është Lena qa thoti për pul me jufka. Ore, provoje ti, po se hangre do të Lena s'pagun, nuk pagun gjë, e ke nga pronari. Pronari thot vetëm provoje, po s'pëlqeu nuk pagun. Ato pastaj kur hangre tha, ore, ka ma, po ka sa dush, prorësisin prapë, se një gjë që bëhet shpejt. Pra si fillime keni ofru edhe kështu, do vetëm le ta themi pa pagesën, thojza që ta... Provoje, po s'pëlqeu nuk e pagun. Tepsia me jufka dhe pul, tashmë është bërë pjata kryesore në restorante. Nuk mjafton të blesh vetëm jufkat e Dibrës, por duhet dish edhe recetën. Ajo jep një tjetër vlerë kësaj pjate. Dhe një grua Dibrane në këtë drejtim është e pakonkurrueshme. Jufkat e Dibrës vërtet janë unike dhe kjo patent tashmë i takon kësaj krahine. Por ajo që e bën të parezistueshme shijen e një pjate me jufka
është receta krejt e veçantë që s'ka lidhje fare me gatimin e makaronave apo të petkave që ne kemi parë në pjesën juglindore të Shqipërisë. Jufkat në dibër, gratë dibrane i gatuajnë me shumë qalk dhe me qep. Qepve i u hidhet një lugë e madhe. Çdo grua në dibër bën jufka. Ti vetë ke bërë jufka për shtëpinë tënde? Po, patjetër. Dikur i bënin me dorë, tani kam makineri paktën për t'i pre, se për të bë me dorë i bën. E ke makineri në shtëpi? Po, kam makineri në shtëpi për t'i pre. Shije unike jufkave u a jep kjo bim e bjeshkëve të korabit. E quhet lisën. Ka si aromën e çaj të malit, lisën e keni si erës. Po si erës, sidomos është tipike për jufka. Kjo është lista e maleve të Maleve të Dibrës. Dibrës, po. Po ne që se kemi në malet e Tiranës. Ose do ta keni, po se keni, po. Mund t'i edhim rigon në vend të listës? Jo, po te- shihen e ka listën. Vetëm lista. Lisnës dhe qepës i hidhet lëngu i pulës, i cili do të valohet për t'u hedhur më pas në të jufkat. Edhe gurdi hedhësh ti. Duhet të valoj. Jo dhe listën, a? Po. Kjo lista që nga shumë interesante. Dashka ta blejmë në dibër ne për ta Se përdorur. t'japim neve pa e bler. Keni me shumicë. Po, kemi me shumicë. Po makaronat atje mund t'i bëjmë dhe me listën? Po, Vetë qufkave? Po patjetër. jep shi, a? Qip, lisën, makaronat, si që është jufka, mund bësh në makaronat. Lëngu i pulës fshatit duhet të vloj, pas të hidhet jufka, sepse nëse jufka hidhet e pa vlu ujti, atë në qullet. Qullet, e Po. kuptoj. I dele shkrifët a Nuk jufka e dele shkrifët, po. Dhe ju mbet shihet, Është e vërtet që gratë dibrane janë shumë punëtore, shumë të është mos pastra. e vërtet. Se ju ka dalë nami Është deri e në vërtet. Tiranë. Është mos e vërtet. Nuk ka si gratë dibrane. Lumë burrat dibrane. A ju meritojnë një qik apo? Po, pa tjetër. Pa tjetër. I miri gjendë mirin. I miri gjendë mirin. Mjafton të rish një natë në dibër dhe bëhesh specialiste jufkash. Këtu kam jufkat tradicionale, me ngjyrë të verdhë, dhe jufkat integrale, që është risia më e fundit e këtij qyteti. Cili është ndryshimi në gatim. Jufkat tradicionale kanë nevojë për një pjekje në furr, ndërsa jufkat integrale nuk kanë nevojë fare për pjekje, pasi gruri është me hime dhe mjafton të hidhet lëngu i pulës. Tani do fusim jufkat e verdha, a? Këto do fusim në furr. Jo këto. Po, këto. Këto, bukur. Kush furra? Edhe i çojmë në furr, po. Furrën e kemi pak larg. I bëm ca metra rrugë për të ardhur te furra, sepse te veri është ambienti shumë i madh dhe kuzhinën e pas keni speciale, ua pas ka plotsu gjitha kushtet. Po, pronari fal. I ka plotsu gjitha kushtet, më të mirat. Tani këtu sa do ta lini këtë? Sa e shohin E me sy. shikoj me sy, po sa po. minuta zakonisht? Po 3-4 minuta, varet ke temperatura e minuta. furrës. Po. Bukur. Do ta mbyllim. Mbyllim. Mbas 4 minutave do vim ta marrim për të hedhur atë që është qershia mbi tort Lëngun e pulës. së fshatit. Fshatit. Se duhet me e veçu këtë. Po, pul fshati. Lëngu i pulës së fshatit. Por bëhet edhe me lëngun e mishit të Mishit kecit. kecit edhe mishit viçit. Jufkat janë pjata e mikut kur bëhen me mish pule. Por është edhe pjata e mëngjesit për burrat e Dibrës, sepse është pjatë që ka proteinën brenda për shkak të vezës dhe qumshit, dhe me një pjatë jufka në mëngjes ngrofet stomaku, merret energjia për të vazhduar dita shumë bukur. Po kjo pjatë nuk ka fare lëng mishësh, vetëm me ujë, me ujë me gjallë. Po. Edhe me lisën. Lisën, po. Tani do gatujmë pjatën e mëngjesit. Më parë kemi vendos ujtin, me gjalpin, lisën, pa krip. Ujti duhet të vloj, pastaj hedhim jufkën. Po, kjo është e thjeshtë, siç bëhen edhe Si makarona. bën ata. Pra, në dibër nuk e nevojë të hash 2 vezë me djathë, se i ka vetë
Jufka edhe vezët, edhe qumshin, Ka gjitha, bulmetin, Jufka i ka gjitha. edhe gjalpin, qik ujë të nxehtë, pak lisën, mëngjes dibram, në një kod dimri. dimri. Dhe tjeti mëngjes si papam. Dhe është shumë i ushqyeshëm. Ne këto i bëjmë me vaj ulliri edhe i pjekim pak të në zgarë. Pastaj pamish. I ka kërkuar pamish, dhe më thonë pa long pule. Shumë Atëherë këto i pjekim me vaj ulliri derisa të marrin ngjyrën e kuqe, pastaj ne do hedhim ujë dhe pak long mishi. Vetëm lëngun e mishit. Vetëm pak domethënë. Po bëhen të mira? Bëhen shumë të mira. Varet ke Timi dryshe nga makaronat. Ndaj Gema e ka të shpjeguar në paketin recetën me hollësi. Është rast unik, do thoja, që të shikojmë një paketim jufke me kaq shumë shpjegime mbrapa, sepse kompania Gema i ka dhënë një rëndësi të veçantë produkti, siç është vetë produkti unik, edhe shpjegimi duhet jetë po aq unik dhe i detajuar. Pasi dihet që jufka duhet të ketë edhe një recetë po ashtu të mirë gatimi që të mos humb shijen apo të ketë atë shijen për cilën gratë dibrane mbajnë rekordin. Ne konsiderojmë si bebin ton, Alma i me dashur, dhe nëse çdo produkt nuk e konsideron si pjesëtar të familjes, nuk mund ta ushqesh që ai të rritet dhe të arrijë aty ku duhet. Kështu është edhe Tera, jufka integrale dhe jufka dibre. Nga sot e tutje, këtë produkt unik të krahinës së Dibrës, Gema e ka marrë përsipër ta shpërndajë në të gjithë Shqipërinë. Po cila është kjo kompani që i shkoi në mendje të markoj një nga produktet më unike në Shqipëri, jufkën e Dibrës. Gema është bashkimi i emrave të dy krijuesve, Gencit dhe Maksit. Një kompani që prej 5 vitesh sjell në Shqipëri 15 produkte importi. Mirë, të gjithë. Bravo. Jufka Tera është i vetmi produkt shqiptar në portofolin e tyre. Tera është marka jonë, është private label e Gemës. Tani, nga Tera, si vim tek paketimi i sotshëm që ne shohim, duke filluar me jufkën integrale. Tera është në natok, nga latinishtja e vjetër. Paketimi ka element bazik lidhur me pjesën integrale dhe ngjyra, pra ajo pjesa erët, ajo pjesa kafe, ngjyrat e tokës më saktë të vinë tek paketimi i jufkës integrale Tera. Mos do bëhen xheloz Dibranu që ju morët patentën e këtij produkti që ata e kanë krenarinë e tyre. Si ta them? Përkundrazi, ata janë shumë krenar që përfundimisht një produkt tradicional i tyri do bëhet kaq i famshëm në të gjithë Shqipërinë. Dhe jo vetëm në të gjithë Shqipërinë, por urojmë edhe në të gjithë Europën. Jufka Tera prodhohet dhe paketohet nga gratë Dibrane. Punishtja Zebi, e njohur në prodhimin e brumrave,
ka arritur të ruaj recetën origjinale të jufkave. Në 1 kilogram qumësht, hidhen 3 kokra vezë. Jufka integrale është dhe produkti më i ri i Dibrës nën logon Terra. Terra do të thot nëna tokë, emër që e lidh këtë produkt me produktet organike. Jufka tani është një trend i ri që po futet në raftet e supermarketeve dhe ka filluar që të njihet edhe në Saran, pra në zonat më të larta të Shqipërisë. Atëre e ardhmja e Terrës kanë përshtypjen që do na dali jashtë dyerve të Shqipërisë. Përse jo? Edhe vendet e tjera? Jashtë dyerve të Dibrës e Nxorës. Ai do na nxirr jashtë dyerve të Shqipërisë. Patjetër që po. Kushdo që e ka provuar dhe ja kemi dhënë me vete, ka ngelur shumë të kënaqur. Aq shumë sa realisht me të drejtë sukses edhe jashtë Shqipërisë. Jufka Terra janë vazhdimësia e një tradite të hershme dibrane. Pasioni i krijuesve të Gema kompani kontribuon në shimin e këtij produkti nga çdo familje. Në pjesën më të madhe të supermarketeve, Jufka Terra tashmë kanë dhe vendin e tyre. Supermarket Gjangolli është një supermarket 24 orë, i cili punon me produktet më të mira në treg të importit. Gjithashtu punojmë dhe me produktet të vendit. Njëra prej tyre e cila është Jufka Terra, cili është një produkt shumë i mirë, cilësor dhe ka mjaftueshëm tërheqje nga klienti. Arsyeja pse e marrim këtë produkt është dhe prodhimi i saj, i cila vjen nga Dibra, aty ku ka zanafilla. Kompania Gema arriti të markojë Jufkën e Dibrës, por një tjetër sukses i kësaj kompanie është marrja e ekskluzivitetit të Bonavitës. Bonavita ka edhe musli. Kjo është bërë shumë e njohur në fakt. Po ne sidomos që mbajmë dietë. Bonavita komplet si linjë është pa vaj palme. Gjithë të cilën pjesa më madhe kompanive kanë përbërës edhe vaj palme, ndërsa kjo ka si cereale, si dritrat, gjithçka që ka pa vaj palme. Si lindi ideja që ju të merrni Bonavitën? Bonavita duke qenë se është një nga markat e njohura nëpër Europë, kjo ka qenë një nga gjërat që ne kemi menduar për ta marrë. Ka qenë tepër vështirë, pasi kemi kërkuar prej disa vitesh, duke kontaktuar fabrikën edhe ka qenë pak e vështirë kjo pjesë për të marrë të drejtën ekskluzive për të qenë prezente në Shqipëri. Duhet të jesh dikush që ti të marrësh të